Pse këta tentojnë ta rrënojnë, ta anulojnë me qëllim inspektoratin? Për shkak se ju dhem inspektorati. Inspektorati është organi ekzekutiv që garanton implementimin e shqipës. Edhe në një marrin ligj për t'ia marrë autonominë, i lën inspektorët pa punë, i marrin veturat. E ndëgju drejtorin që tha tha pse nuk ja jepni veturën inspektorëve që dalin në teren, jo tha se nuk është i sigurt, nëse bën ndeshje më mirë të bëj unë ndeshje se sa inspektorët i rrezikoj. Kjo është edhe ironizim me gjuhën, ose ajo që ndodhi dje kur kryeministri thot, Njerëz Stojllkoviçi i thot 99% do e shkarkojmë se ka folur shqip drejtori. Kryeministri thot nëse edhe një herë përsërit, domethënë nëse flet gjuhë zyrtare, ai e shkarkon, ky tjetri del në sitell dhe thot kërkoj ndjes se nuk e kisha me qëllim që fola shqip. Nuk është problem këtu a ke folur maqedonisht jo. Gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Si kemi obligim ne ta flasim maqedonishtën, edhe ata kanë obligim ta flasin shqipen. Ai dil ti si gazetar edhe pyeti në shqip funksionarët maqedon. Pyeti në shqip, edhe nëse nuk përgjigjen, kërko përgjegjësi të dorëhiqen nëse nuk flasin shqip herën tjetër. Nuk mund të kemi trajtim jo të barabartë të dy gjuhëve zyrtare.